Europa perëndimore vijon të jetë mbërthyer nga moti I keq me rreshje bore, ngritse dhe stuin e parë të vitit që preku brigjet e Atlantikut. Fluturime dhe shërbime të trenave u pezulluan dhe po ashtu disa rrugë u bllokuan, teksa stuia Goreti avancoi përmes rajonit. Rreshje të dendura bore u regjistruan në rajonin e Parisit edhe këtë të mërkurë, ndërsa Britania e Madhe pritet të preket më së shumti gjatë sejntes dhe të premtes. Agjencia Meteorologjike Meteo France paralajmëroi për rreshje të dendura dëbore përgjatë gjysmës veriore të vendit të mërkurën, ndërsa zyra e shërbimit meteorologjik në Britani tha se ngricat do të vazhdonin të ishin problem në Skoci. Shërbimet e autobusëve në Paris u pezulluan, teksa dyqanet bëheshin gati për ditën e parë të uljeve të vitit të ri. Rreshjet më të dendura se zakonisht të borës kanë shkaktuar kaos në qarkullim këtë javë. Autoriteti I Aviacionit Civil në Francë u kërkoi kompanive ajrore të reduktojnë 40% të fluturimeve drejt aeroportit kryesor të Charles de Gaulle dhe 25% drejt aeroportit të Orly. Gjithashtu, kompania ajrore holandeze KLM anuloi 600 fluturime të planifikuara për të mërkurën në aeroportin e Amsterdamit Schiphol në ditën e 6 të radhazit të problematikave në një prej aeroporteve më të frekuentuara të Europës. KLM ka paralajmëruar se lëndët e shkrirjes së akujve janë drejt mbarimit dhe se vonesat në furnizime e kanë bërë të vështirë zëvendësimin e stoqeve. Edhe në Bruksel u anuluan disa fluturime dhe ngrica në pistë dhe krahët e avionëve shkaktoi vonesa. Autoritetet në Holand u kanë kërkuar qytetarëve të planifikojnë punë nga shtëpia nëse do të jetë e mundur.